Në një bashkëbisedim me studentët e Universitetit Aleksandër Mojsiu Durrës, kreu i SPAK Altin Dumani theksoi se mbi 50% e çështjeve që kanë pasur në fokus, zyrtarë të lartë janë mbyllur me vendime të formës së prerë. Sipas tij, presionet e ardhura nga politika nuk kanë ndikuar në punën hetimore të strukturës së posaçme. SPAK ka ngritur akuza në drejtim të zyrtarëve të nivelit të lartë publik, të zyrtarëve të nivelit të mesëm, nga funksionarët më të lartë të shtetit deri tek funksionarët e nivelit të mesëm dhe të nivelit të ulët. Gjithashtu, SPAK ka ngritur akuza edhe ndaj kryetarëve të bashkive, prefektëve, kundra gjyqtarëve, prokurorëve, të gjitha niveleve, funksionarëve të lartë të policisë së shtetit, sekretarët të përgjithshëm, drejtorish, dhe nga ky numër zyrtarësh të nivelit të lartë, nivelit mesëm, nivelit të ulët, më shumë se 50% e tyre tashmë janë me një vendim fajësie të formës së prerë. Por 50% tjetër, disa prej tyre janë në gjykim dhe patjetër duhet presim vendimet gjyqësore. Gjatë fjalës së tij, por dhe pyetje përgjigje me studentët, Dumani tha se fatkeqësisht ju është dashur të vënë para përgjegjësisë edhe kolegë të tyre, me të cilët kanë pasur dhe raporte shoqërore. Dumani ngriti dhe shqetësimin për mos rikandidimin e prokurorëve të posaçëm në përfundim të mandatit të tyre, duke e cilësuar këtë si një mangësi që mund të krijojë anomali në funksionimin e strukturës. I vetmi shqetësim i cili është bërë publik edhe në daljet e mia të mëparshme, sidomos në raportimet në Këshillin Lart Prokurorisë apo edhe në Kuvend, ka të bëjë me mandatin e prokurorëve të posaçëm, i cili është 9 vjeçar dhe pa të drejtë rikandidimi pas përfundimit të këtij afati 9 vjeçar. Shpresojmë që të gjejë zgjidhje dhe ky shqetësim. Në përfundim të mandatit të tij, Dumani ndihet i kënaqur me punën e bërë nga prokuroria e posaçme në drejtim të luftës kundër korrupsionit mes zyrtarëve të lartë dhe goditjes së krimit të organizuar në vend.